shumë e vërtet, mirë po në libër jam munduar që t'jem shumë e kujdesshme në këtë aspekt, që asnjëherë lexuesit mos ketë ndjenjen që unë kam shkruar thjesht pse e kam pasur gjysh. Duhet të përmend faktin se ky libër, mbledhjen e materialeve, daton që nga viti 2008. Janë bërë plot 42 vite prej kur mësuesi Xhem ka ndruar jetë. Në njërin anë ka qenë ndoshta e vështirë mbledhja e materialeve për shkak të luftës së fundit në Kosovë, djegjes së tyre dhe në faktikisht nuk kemi shumë materiale të ruajtura, mirë po në anën tjetër ka qenë ndoshta e lehtë mbledhja e intervistave për faktin se njerëzit e kanë njohur shumë mësuesin Xhem. Dhe me thënë në anë ku ai ka punuar, pasi ky ka vepruar në zonën e Drenicës, Llapushës, Anadrinis, nëpër fshatra të shumta, edhe njerëzit e kanë njohur. Momentin që e ke ndalë dikë rrugës dhe e ke pyetur në fal, do të marrim disa informata rreth mësuesit Xhem ose kemi kërkuar një prej nxënësve të tij, bashkëpunëtorëve të tij, menjëherë ka qenë përgjigje se ata e kanë njohur. Janë disa detaje të cilat lipen edhe në libër, për shembull kur është takuar rastësisht një fshatar gjatë rrugës edhe ka filluar edhe me çajt, kur ka kujtuar emrin e mësuesit Xhem. Kështu që në këtë aspekt ndoshta nuk ka qenë e vështirë, ka qenë vetëm e vështirë pjesa e materialeve të arkivuara, të cilat do duhen faktikisht të arkivuara, por që për shkak të luftës arkivat shumicën janë djegur, ato të cilat kanë mbijetuar ne munduar t'i paraqesim edhe në libër, duke paraqitur edhe fotografi të cilat po publikohen edhe për herë të parë në këtë libër. Gjatë shkrimit të librit, nëse ka të bëj me një antar të familjes, nganjëherë ndoshta rrëmbej empatia ose emocionet për familjarin. So ju keni përmbajt aspektit të realitetit, të figurës së personalitetit të mësuesit Xhem. Në këtë drejtim, jo si familjare, jo si gjysh, por si një autore një libri, të dëshmuar me fakte dhe argumente. Po, një pyetje shumë e qelluar kjo, përderisa kam mbledh materiale deri në këtë masë, janë paraqitur në këtë libër edhe janë vërtet dokumente të vlefshme, cilat plotësojnë edhe pjesën e dokumentacionit, mirë po edhe intervistat cilat kanë dhënë njerëzit cilët e kanë njohur duke filluar nga nxënësit e tij. Unë jam munduar vërtet që ta ruaj pjesën cilën ju e përmendët. Unë kam pasur gjysh, fatkeqësisht nuk kam arritur që ta takoj asnjëherë. Mirë po jam rrit me fjalë për të, jam rrit me historitë e tij, me gjithë atë çfarë ai ka bërë për këtë popull, edhe vetëm një ndjenje e tillë sigurisht që t'jep një emocion, ajo është të jem shumë e kujdesshme në këtë aspekt, që asnjëherë lexuesit mos ketë ndjenjen që unë kam shkruar thjesht pse e kam pasur gjysh. Unë mendoj që secili nip apo secila mbes do të shkruante për gjyshin dhe ka çfarë të shkruaj, për shkak se gjyshi është një dashuri shumë e pastër. Mirë po, sa i përket mësuesit Xhem, këtu kam qenë shumë e kujdesshme. Vetë fakti që ne kemi filluar mbledhjen e dokumentacionit që nga viti 2008, mendoj që kemi lënë gjithçka të pushojnë vendin e duhur, nuk jemi ndikuar nga emocionet, mirë po edhe një gjë që është shumë e rëndësishme besoj për të cekur, është fakti se si familje kemi qenë shumë modeste. Asnjëherë nuk është se i kemi dhënë pompozitet edhe të themi fjalë të mëdha, qoftë për veprimtarinë e gjyshit, edhe për ata të cilët e njohin veprimtarinë e tij, unë me plot gojë them që ndoshta kjo do të ishte më e pakta çka kemi bërë për